Kryetarja e qytetit të Shkupit Daniela Arsovska është përgjigjur pozitivisht ftesës së prokurorisë publike për dorëzimin e dëshmive në bazë të cilave ajo e akuzon Ganiun për ndërtimet pa leje që supozohet të jenë ndërtuar në Çajër. E para e qytetit tha se në prokurori dorëzoi dokumente për një lëndë, kurse për 150 lëndët e tjera pritet të dorëzojë me fillim të javës tjetër. Arsovska njoftoi se Visar Ganiu është personi që një herë ka dorëzuar dokument në Agjencinë e Kadastrës dhe brenda 24 orëve pas denoncimit të saj. Visar Ganiu ka kërkuar dhe kadastra i ka mundësuar që lënda në fjalë të fshihet. Pa kaluar 24 orë, një lëndë si kjo për të cilën e dim të gjithë qytetarët dhe flitet për të dhe për të cilën jemi të bindur dhe kemi fakte se është regjistruar si falsifikat dhe përbën padi penale, kadastra e ka fshirë. Flet pronësia e cila ishte legalizuar dhe regjistruar duke shkelur ligjin më nuk ekziston në Agjencinë e Kadastrës. Fatmirësisht, ne i kemi dokumentet. Foli edhe për kërcënimet dhe sigurinë e familjes së saj. Do të më ndihmojnë në atë moment kur Izet Meqiti dhe Visar Ganiu së bashku me Jupin do të jenë në burg. Kur t'i sigurojnë dëshmit, kurse unë do të dorëzoj të gjitha dëshmit për të gjitha lëndat, sepse ata këtë e bëjnë në kundërshtim me ligjin dhe shumë mirë e dinë dhe janë të informuar se e bëjnë kundërligjshëm, për këtë janë edhe të informuar. Ndonë se i dorëzoi dokumentet dhe dëshmit, kryetarja e Shkupit nuk pret që prokuroria publike të veprojë dhe ishte edhe pesimiste. Kujtojmë Daniela Arsovska serinë e akuzave e filloi 2 javë më parë, kur doli në Çajër duke denoncuar ndërtimet pa leje që sipas Arsovskës i ka lejuar Visar Ganiu. Ky i fundit ka thënë se Arsovskën do ta padis sepse e ka ofenduar dhe nënçmuar, duke i thënë kriminal.